se keni ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Nisim ditën bashkë, sot është e hënë, ju uroj një fundjavë. Një fillim javë sa më të mbar. Uroj të jeni shumë mirë me shëndet, të lumtur shpirtërisht, mendërisht, fizikisht, të gjitha. E nisim ditën sot me Armandon, do shkojmë të hamë mëngjesin së bashku. Njerëz, kanë ikur të gjithë në Shqipëri, vetëm unë dhe Armando kemi ngel këtu në Gjermani. Kështu që sot na nderoi dhe dielli dhe tham ta nisim ditën pak me pozitivitet. Tu është një fest sot edhe janë çdo gjë mbyllur. Vetmja gjë që mund të ketë hapur janë lokale, restorante, gjëra të tilla dhe tham dalim edhe ham një mëngjes tipik gjerman me brezel me këto gjërat këtej. Unë jam veshur sikur do iki në Spanjë, do me thënë shpirti im do shumë plazh. Në Spanjë, në Vlorë. Që ka parë është bërë fiks si Barcelona e dytë, me ato palmat, lungomardhjen shumë bukur. Nisim ditën tonë edhe ja, hajde ni me ne. Nisëm që të uleshim tek golf, por si që thash i sot janë gjitha gjërat mbyllur, edhe dhe ajo ishte mbyllur, kështu që kemi gjetur një tjetër këtu afër shtëpis, Mary Low, edhe erdhëm këtu të hamë mëngjesin ton, të shohim çka ka këtu. Omlet bravo salat. Armando bëri zhurëm, kjo nuk e di tani, u drodh thjesht një herë. Jemi ulur këtu në diell, në rrugë, pamja këtej është e thjesht, brenda ishte shumë nice, në fakt ishte shumë bukur. U mundua Armando të më bënte 1-2 foto, po kishte pak turp, se kishte pak njerëz, edhe mua më ka dalë ky sikleti i turpit. Me që s'kam Armandon këtu, pastaj do flasim pak për këtë temën e Shqipërisë, se është prekur shumë Armando, të jem me sinqert, ndjet shumë i mërzitur, nga që edhe unë do iki, edhe unë faktikisht nuk është sa, okej, flasim në shtëpi se erdhi. Kemi omlet, këto nuk e di me çfarë me bacon, nuk e di shumë mirë. Këto ne i kanë dhënë këta falas, nuk e kam ides, besoj shumë mos pit në një pije alkolike, po nuk besoj se është mëngjes. Edhe uji, Armando ka marrë edhe kafe ndërkohë. Shkuam pak tek puna ime, hëngrëm ndonjë akullor aty. Në fakt jam në punë sot, por jam në orën 5 pas dite, kështu që kam edhe 4 orë të tjera kohë. Edhe erdhëm këtu afër shtëpisë që kemi një fush për të mbledhur lule shtrydhe, nuk e di nëse duken njerëzit mbasa. Edhe do mbledhin ca lule shtrydhe, i mbledhin vetë edhe mund të ham aty sa të duam brenda. Dhe te shporta që do marrim dhe do mbledhim i paguajmë, ka shtëpizat e vogla me dru që i paguan. Janë çik të shtrenjta, domethënë kur i merr këtu, po thjesht diçka ndryshe edhe kalojmë ditën e pushimit kështu, bukur. Nga xhira jone paraditës, si na zuri dreka, morëm lule shtrydhet, kushtuan 2,75 €, super shumë të mira, hëngrëm edhe atje sa të na donte shefi që unë ngopëm, edhe tani do t'i vendos në ujë edhe t'i kemi për të kaluar pas ditën tonë. Ndërkohë, duhet të bëjmë edhe në një gjë për drek për të ngrënë, nuk e di se do ta kalojmë drekën sot, kam pak mish pule në fakt. Mbaroj pak muhabetin që lash për gjysëm tek ku hanim branchin. Ka ikur edhe Deni në Shqipëri, do me thënë kushëri që jetonim të tre bashkë këtu, se kishte disa punë të vetat me pjesën e futbollit, por disi ndihet kjo ndjesia që kemi ngelur kështu vetëm. Okej, unë jam shumë e gëzuar, do kthehem në Shqipëri. Nëse disa prej jush nga vitet e kaluara më keni shkruar që nuk të shohim shumë
Unë kam thënë që kam qenë, nuk e mbaj mend fix. Shkurt mars, diçka e tillë që unë vendosa që do kthehem në Shqipëri, edhe qaja natë për natë dhe i thoja mamit dhe babit nuk mundem. Nuk më duket që do realizohet kjo gjë. Se thjesht aq shumë e doja si gjë dhe gjërat që do shumë të duken ndonjëherë si të pamundura apo si ëndra kur i ke në duar dhe thua po realizohet, është e vërtet. Edhe këto ditë kam qenë pak e mërzitur të jem e sinqert se do më mungoj shumë Armando, edhe ne vetëm njëri tjetrin kemi kështu si motër dhe vlla, dhe nëse më shikoni që nuk jam shumë entuziaste her pas here, është kjo arsyeja. Kjo arsye që do lë Armandon këtej, edhe këto ditë në shtëpi kanë qenë shumë të ulura emocionalisht, do me thënë na duket sikur po mbaron çdo gjë, po është thjesht kjo largësia që kush më kupton, kush ka motra vëllezër që jetojnë larg njëri tjetrit, më kupton shumë mirë. Jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Unë kam 2 vite e gjysmë që jetoj në Gjermani edhe 2 vite e gjysmë që kam jetuar me vllain tim. Ju lutem kurse jeni pak ato komentet që nuk e di, nuk kam pak më dyshje për zgjedhjen e Degës, kam pak më dyshje për zgjedhjen tënde që do kthesh në Shqipëri. Ju lutem jeni pozitiv, kjo nuk është një moment, është domethënë aq sa i bukur, është edhe aq i vështirë, sepse është aq i bukur të bashkohesh me familjen tënde dhe me të dashurin, po aq edhe i vështirë të largohesh nga vllai dhe të jetojmë kaq kilometra larg. Kështu që sido që të jetë situata, jam kështu. Edhe kam një 3 ditë që nuk gjiroj fare se kam qenë me lot. Kështu, nuk e di, do me thënë, është pak e vështirë si situatë dhe mundohem gjithmonë që t'ju shpreh ndjesitë e mia vërtet ashtu siç jam, edhe mos të shtirem dhe mos të them o jam perfekt shumë lumtur që do kthehem në Shqipëri edhe aty mbaron çdo gjë. Do më mungoj shumë Gjermania për faktin që e di që do me thënë këto janë ditët e fundit që jetojmë dhe kalojmë kaq shumë kohë me vllain tim. Se njeriu krijon familjet e veta, krijon ka jetën e vetë, streset e veta, edhe pasaj bën shumë rrallë për mall këto kohët që kalon shumë kohë bashkë. Kaq për këtë temë, nuk dua ta zgjas shumë. Nga një ditë tjetër, siç e shikoni, nuk jam në shtëpinë time, edhe nga dita e djeshme e keni kuptuar që erdha tek shtëpia e Anjës, tek konvikti i Anjës më saktë, këtu që janë vetëm student, edhe ka një atmosferë vërtet shumë të bukur se shikon student që mësojnë, studiojnë, blidhen, luajnë, është vërtet shumë bukur, edhe menduam që do kalonim kështu ditën dje së bashku, bëm një 2 projekte të bukura që kishte bërë Anja podcast në shkollë, edhe tani kemi nisur ditën tonë, sot është e mërkur. Mërkura do të thot për mua që është e diel, sepse tani e keni kuptuar që unë vetëm të mërkurën kam pushim nga puna. Edhe do nisim të ditën tonë kështu, bukur. Në fakt kam bërë edhe një dush edhe kam veshur këtë kostumin lino amitje, po të jem e sinqert është shumë vap edhe po mendoj ta ndroj edhe të vesh një t-shirt të bardhë. Tregoj pak edhe pamje nga balkoni, është shumë bukur. Nuk duket fare si një pjesë Gjermanie në fakt. Aty është pjesa e hyrjes, edhe ndërkohë shikoni pak se sa bukur që janë. Janë këto ndërtesat e reja që janë fiks pallatet e reja si ato që shikojmë edhe në Shqipëri, në Tiranë, në gjëra kështu, edhe janë shumë bukur, më pëlqen shumë. Dje kemi ndërnjë deri vonë, kemi fol, kemi diskutuar. E keni parasysh kur jeni në atë shoqërinë e mirë që diskutoni tema shumë të thella, edhe nxirrni mesazhe, nxirrni ide shumë të bukura, edhe fiks kështu ishte edhe mbrëmja jonë dje, kemi pirë Golden Eagle, gjëra këto se këto i kemi kur mblidhemi, i kemi kështu fiksim, edhe kemi nisur ditën tonë pak vonë, edhe në fakt tani po gatuim direkt drekën, kemi futur në furr, ka branja, do me thënë se unë bëra dush, kemi futur në furr patate me fileto,
Edhe do presim që të bëjnë gati, të ham drekën tonë edhe ndoshta dalim pak. Unë dua të shkoj dhe pak te Rossmann, nuk e di sa kuptohet në kamera, por në fakt ka filluar që ngjyra po më shkarkon pak e shampo kolorit. Kështu që po mendoj që të blej edhe një shampo tjetër, edhe t'i jap një rifreskim, se po më pëlqen të them të drejtën, floku nuk po ma dëmton, duket shumë i shëndetshëm, kështu që për mua ka qenë një zgjidhje vërtet shumë e mirë. Qinshime e pabindur këtu, që më del këtu dhe nuk rri në anën e saj. Do bëjmë pak make-up, se unë nuk kam bërë fare make-up tani, kam bërë thjesht skincare-in tim. Në fakt, dua të bëj pak fare sa për të ngjarë fytyra më e njëtrajtshme. Gjërat më kryesore i kam marrë te ky poçi nga Obsessed the Brand, që ka poçat më të bukur ever. Dhe ky mund të ketë një vit në duart e mia, ndoshta diçka pak më shumë, pak më pak, edhe i kam larë dhe në lavatriçe, se normalisht që bëhen pis nga make-upet brenda, edhe nuk i ka gjetur asnjë gjë dhe janë nxit. Tani do bëjmë make-upin bashkë, do ju tregoj edhe produktet që përdor, janë të njëjta gjithmonë, po kemi kohë pa bërë një make-up, kështu e të flasim pak bashkë, kështu që do ta bëjmë së bashku. Sa herë kam thënë bashkë këtë gjë. Ndosa edhe këtë headbanding kështu që të më mbajnë flokët, dhe doja t'ju jepja vërtet një sugjerim shumë të sinqert, të vërtet, të merrni këtë BB creamin nga Sisa, që është, unë e kam marrë në numër 21 light beige, ua kam treguar edhe më përpara, në Shqipëri mund ta gjeni te Glow Skin, jashtë mund ta gjeni kudo, online mund ta kërkoni emrin, edhe ju del vendi ku mund ta porosisni online. Është shumë i mirë për në këtë periudhë tani në fakt, dhe unë po janë nxjerr fundin edhe me shumë pak produkte dhe ta bën fytyrën që të duket shumë mirë. Kështu që për mua është shumë i mirë në këtë periudhë për disa arsye. Një nga arsyet është sepse është shumë i lehtë në lëkurë, nuk ta lë lëkurën të thatë, të jep një shkëlqim shumë natyral, edhe ta një trajtëson lëkurën dhe ngjan fytyra shumë e shëndetshme. Edhe prandaj, kështu që nëse jeni duke kërkuar, unë këtë e vë në fakt edhe përpara mishës, BB kremit të mishës, ai vjen pak më në mat, ai do më pëlqente më shumë për në periudhën kur fillon që ftohet pak koha. Kështu që për tani në ver ky është perfekt fare. Shikoni pak sa shkëlqim ose sa smooth që e nxjerr lëkurën, më pëlqen shumë vërtet. Për kontur unë përdor këtë të Kikos, që në fakt edhe ky është në fund, po ka zgjat goxha shumë, është numri 201, edhe para se të nisem për në Shqipëri, edhe kaq më ka ngel, para se të nisem për në Shqipëri, dua të bëj disa shopping të mira, edhe për skincare-in, në fakt më kam mbaruar edhe Larsi tani që po mendoj, edhe duhet t'i blej që të gjitha. Unë kontur gjithmonë përdor pjesën këtu, tek syt që duket sikur e ngre pak syrin, edhe pak fare te buza që i jep një dritje, edhe ngjan buza pak si më e plot. Shë sa bukur ngjan lëkura? Për laps për vetullat përdor këtë të Avonit, edhe më ka pëlqyer shumë, në fakt e kam gjetur te rraqet e mamit. Ja, kështu, shumë pak, do përdor edhe këtë fixing gel për vetullat, që është nga Essence, shumë i lirë, shumë ekonomik, kam përdorur edhe ato të Benefitit, por që mendoj që bëjnë të njëjtin funksion edhe nuk kam ndërmend të shpenzoj aq shumë lek, domethënë për një gel vetullash, se në fund të ditës ç'a mund të ketë ai më shumë se ky. Mjafton që ngrin vetullat, i jep një të krehur shumë të mirë edhe ngjan perfekt. Këto ditë po ikin shumë shpejt edhe nuk e kuptoj fare si po ikin. Dhe më duket sikur nuk kam kohë të bëj asnjë gjë, domethënë nuk e di. Gjë, aq sa më gëzon, aq edhe më trishton. Tani, për blush do përdor këtë këtu, nuk e di si e ka emrin kjo firma, por mbaj mend që më ka lënë kushurira nga Gjermania, kur ka jetuar këtu më përpara, se dhe ajo është kthyer tani. Edhe erdhi te shtëpia ime, edhe më dha këtë, edhe nga kjo firëm kam edhe konturin. Konturi është pak i errët për tani, kështu që nuk po e përdor. Ndoshta në fillim në ver, kur të ngrohet koha edhe të marrim pak ngjyrë, do ngjaj shumë mirë. Edhe më pëlqen ngjyra që lë këtu, edhe ka pak shkëlqim. Mua më pëlqen një lëkurë me shkëlqim. Sado që unë kam dhe pak të ndryshme vet, por me skincare-in e duhur edhe me disa produkte të mira, arrihet një punë shumë e mirë përfundimtare. Dhe më pëlqen shumë që lëkura të jetë gjithmonë glowy, e ndritshme, të duket si lëkurë me jetë, jo si lëkurë pa jetë. Pastaj, Benetinti
nga Benefit, është shumë i mirë. Kam provuar edhe djupet e Sense, Catrice, që janë shumë herë më të lira, por nuk më ka pëlqyer shumë, të them të drejtën. Kurse ky është vërtet shumë i mirë. Edhe këtë do ta riblia përsëri. Ka ngel shumë pak. Pastaj për lapsat përdor këta nga Anais, shumë të lirë, shumë ekonomik. Kam të gjitha numrat pothuajse, ky ndërkohë është 305. Thjesht i jap pak fare një kontur shumë të lehtë dhe do i jap një lip gloss edhe përfundon një gjithë make-upi. Kam gjetur një lip gloss plumping, po jo se t'i fryn buzët. Po më pëlqen se për shembull kur jep pa laps fare dhe përdor këtë, ky t'i jep një të kuqe të buzës shumë të lehtë dhe ka dhe xixa shumë të bukura. Është ky nga Rival, shumë edhe ekonomik, kështu që të gjitha në një rrallë se i gjen. Edhe kaq, asnjë gjë më tepër, edhe parfum pak, edhe i gjithë gjëja duket shumë herë më bukur dhe shumë herë më mirë. Flokët në fakt thjesht i kam tharë me tharse, edhe nuk duken keq, kështu që nuk do përdor fare pjastër. Tani që ka filluar që është ngrohur edhe koha, janë hapur edhe ato pishinat, edhe në liçen edhe në lume që mund të shkojnë dhe të marrin rreze, edhe ndoshta një nga këto ditë do shkojmë edhe aty të marrim pak rreze se jemi bor të bardh, edhe kur të vim në Shqipëri mos të ngjajmë kështu sikur kemi qenë në Alask. Unë jam gjithkohës që them kur të vi vera, po ndërkohë ta mendoni që është qershor edhe vera ka ardhur. Po thjesht mua vera më duket thjesht kur jemi në Shqipëri, që jemi aty të gjithë bashkë te deti, edhe kështu më duket vera e vërtet. Hall për një person për këto ditë. U ktheva më në fund në shtëpi edhe më kishte marrë malli për këtë qetësim kur je vetëm, çdo gjë është në vendin e vet, lë lulen aty do lëviz. Se kur jemi, se ka lezetin e vet dhe ajo kur jemi shumë veta. Në fakt nga kapur edhe një kokë, po nuk e di pse po ndihem kështu dhe pse jam kështu. Dy uj, këte hapa rrugës se u thava. 2 Fanta Exotic. Nga fila në bardhë në të roz, kanë edhe këtu që kushtuan 2 euro, te Kaufland, që e hef tek uj edhe jetojnë më shumë këto lulet. Patate, limona, 1 moll, nektarina, karota, sallator, 2 banane dhe domate. Shikojni pak njerëz që kjo molla ka kushtuar 1 euro e 9 cent, vetëm kjo, një kokër. Mozzarella edhe një djath normal. Restoja ime e preferuar që kam shumë kopa e ngrënë, nga që thuj se ha gjithmonë aty te puna, edhe një panine e vogël. Një leckë për kuzhinën, një Pringles. Ashtu t'rregoj edhe një gjë tjetër që kam bler. Shikoni pak sa e bukur është kjo qesje që lexon Augsburg, edhe ja mora Anjës. I thash sa e bukur kjo dhe më tha, e do, po thash do e marr që kur të shkoj në Tiranë të bëj pazaret e mia me këtë edhe të kem një kujtim kështu të bukur. Mora edhe kartopeceta për duart. E gjërat më të bukura që mora për tek shtëpia në Tiranë janë këto 2 pjatat. Shikojeni pak sa të bukura që janë. I mora tek Woolworth. Nuk janë as pjatans edhe as për gjell, por janë kështu shumë të bukura dhe më pëlqejnë shumë. Të dyja janë kështu me limon. Cameras click on the surface. Bëjemi gati për tek mjeku. Sa po jam kthyer nga puna, kam bërë vetëm një dush, edhe do bëjmë gati shpejt sepse jam shumë vonë, nga që nuk arrita do ta lija punën më herët sepse kishte shumë punë dhe tani duhet të nxitoj me shpejtësinë e dritës të bëjmë gati edhe të nisem, se jam diku te 40-50 minuta larg, se nëse e mbani mend që mje këtu afër te zona ime nuk gjeta, kështu që u detyrova që të shkoja më lart. Kështu që shpejt dhe nisemi. Outfit check për të shkuar tek doktori. Gjithsesi i kam marrë tek HM-ja dhe vin kështu 3 çerekshe. Shapkat, një bluzë të thjeshtë të bardhë,
çantën edhe make-up më kam bërë fare, thjesht kam vendos pak lip gloss, edhe flokët gjysmë më janë tharë, gjysmë nuk më janë tharë, por e nëzishme është që është ngrohtë. Kështu që eja të ikim, do ju marr me telefon, edhe do ju tregoj sa mundem, po gjithsesi më vonë do ju them se çfarë më tha, se në fakt për mua është hera e parë që shkoj dhe vizitohem këtu në Gjermani. Ndajmë eksperiencat tona së bashku, do thoni ju ti po ikëm për Shqipëri dhe u regjistrove në mjek dhe do të regjistrohesh prap? Po. Për në shtëpi, përveç se na lanë një orë të prisnim aty, kur u futa, thjesht më mati tensionin, më mati të raurat e zemrës, më pyeti sa vjeç jam, sa kohë kam në Gjermani, kam ndonjë alergji dhe nëse pi ndonjë medikament, edhe kaq punë 2-3 minuta mbarova dhe u nisa, i thash që dua të bëj një check-up. Edhe më la takim nesër rreth orës 8 ose 9 që nuk duhet të has, nuk duhet të pi dhe të vi që të më marrin gjakun dhe të më bëjnë analiza. Kështu tani po nisem për në shtëpi. Sonila ka shkuar tek lumi aty afër të shtëpia ime, po me rreze. Në fakt ora është 5 e pak. Mendoj që nuk merren shumë rreze tani, po do shkoj një xhiro edhe unë, po të shkoj një në shtëpi se sot vjen dhe Armando nga puna, të shohim ç'a bëhet, ç'a nuk bëhet. Kanë bërritur edhe disa rroba të reja për verën, për plazhin, domethënë, rroba banje, shumë të veçanta dhe të bukura. Më kanë bërritur edhe një produkt tjetër që na ka sjell Galaxy në shtëpi, që dhe atë nuk kam treguar, më shumë se do ta tregoj te ky vlog. Dhe du ta mbyll këtë vlog, janë zgjatur shumë ditë, uroj shumë të ketë dalë një vlog i bukur sepse kam qenë edhe pak e mërzitur siç e keni kuptuar, edhe nuk dua ta sforcoj veten, por nuk ndihem që të filmoj se ç'bën. Dhe prandaj nuk doli edhe kjo videoja deri. Megjithatë, uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Ne do shkojmë në shtëpi tani, siç u thash, do ju tregoj edhe ato rrobat e banjës, edhe ndoshta edhe atë produktin tjetër që i kam marrë në një bashkëpunim. Ndrova në shtëpi, bëra diçka shpejt e shpejt për të ngrënë për me vete dhe hapim zyrtarisht sezonin e lumenjve, pishinave këtu në Gjermani, pra erdhi vera edhe për ne këtu më në fund. Outfit check shumë i shpejt, bluzën nga Zara, një fund të shkurtër, shapkat nga HM, një tote bag ku kam marrë gjitha gjërat që më duhen, një peshqir edhe kapelen që ma pat. Kapelja e kam gjetur te Tiki Max. Ju them që mund ta gjeni atje, nuk ju jap fare siguri sepse çfarë ka sot nuk ka nesër dhe un kam diku te 2 muaj që e kam bler, për aq më tepër që çdo Tiki Max ka gjëra të ndryshme në qytete të ndryshme. Tani le të ikim dhe të shijojmë edhe këtë pjesën e ditës së diellit që na ka mbetur, se ikën shumë shpejt dita, edhe me punën që jam para dite, ikën shumë shpejt edhe nuk arrit dot që ta kuptoj. Fillim t'ju them që do shikoni rrëmuj kudo, sepse jam në proces paketimi akoma. Armando më tha që javës tjetër mund të niset për në Itali tek e dashurat, e mbas Italis ka pushimet e veta, pastaj do vinë në Shqipëri, kështu që domosdoshmërisht kjo nën kupton që unë duhet të mbledh gjërat e mia këtu që t'i nis dhe të tjerat e fundit me Armandon. Nuk e di sa do e kem pak të vështirë ç'a të mbaj, ç'a mos të mbaj, se është gjithë korriku para, edhe duhet të mbaj disa rroba të bukura. Kemi zomër neshte që me zi po presu në Gjermani që janë netët e verës, 3 ditë fest, super fest në rrugëve të Augsburgut, që është një gjë e sigurt, pak po e sigurt, në Gjermani do vi çdo vit për zomër neshte. Do ju marr dhe juve ato ditë që t'ju tregoj pak atmosferën se sa e bukur që bëhet, dhe po ju thoj që duhet të paketoj dhe nuk e di, jam kështu. Erdha në shtëpi, ndënjem shumë pak në fakt, rreth 1 orë e gjysmë, se shoqja ime kishte shkuar edhe më përpar, i dhash vetëm një dush trupit, duke qenë se bëra dush para se të shkoja tek mjeku sot, edhe nuk është se
ishte në një diell i fortë që të djersia apo diçka e tillë, edhe erdha në shtëpi, u ndrova, u lava, vesha pijamat e mia dhe kam për të rregulluar pak ca gjëra pas, por si fillim do ju tregoj disa rroba banje që më ka ardhur nga kjo faqja këtu, që është një brand i parë që unë bashkëpunoj me këtë dhe për këtë gjë ndihem tepër mirënjohëse dhe lumtur, sepse ka rroba banje shumë të veçanta. Kështu që le të nisim, kam marrë këtu disa gjëra shumë të bukura, po e nis si fillim me këtë fundin që është një kuqe e kuqe, është shumë e bukur për në verë, ka këtë punimin kështu shumë nice, edhe ngjan shumë bukur me rroba banje kur shkon nga hoteli për shembull për tek plazhi. T'ju tregoj të preferuarat e mia se nuk duroj dot, që janë rrobat e banjës më të veçanta që mund të kem pasur ndonjëherë dhe tepër të bukura. Janë portokalli me kuadrata të vegjël dhe shikojeni pak të pjesën këtu që e kanë me fiongo, edhe ngjajnë shumë bukur. Unë nuk i kam provuar, por do t'i provoj, dhe pjesën e sipërme shikoni pak se sa nice e ka. Më pëlqen shumë kjo pjesa kështu, për gocat që kanë edhe pak gjoks, këto ndihen shumë komode me këto. Për pjesën poshtë, nuk e di, do shoh edhe do ju them. Këto në fakt ja kam marr kunatës time, Anjës, ja kam marr, që është motra e të dashurit tim, për ju që nuk e njihni, dhe që jetonte ajo këtu në Augsburg. Ka zgjedhur këto në leopard, edhe pjesa e poshtme është shumë nice, e bukur, shumë vajzërore, pak me rrezik, por do t'i shohim, do t'i provojmë dhe më pas do vendosim nëse do rrezikojmë ose jo. Kurse këto i kam marrë për veten time, këto janë disi më cute. Këtu kanë këtë pjesën rose sipër dhe këtë fiongon, dhe pjesa e sipërme duket kështu. Domethënë i njëjti stil model si pjesa e poshtme. Kështu thjesht që ka këtë fiongot këtu sipër, edhe këto me trantel këtu në roz. E vere e bukur, po në pret para. Më pëlqen shumë që vinë edhe me dasbegun e vet, se mbajnë rrobat e banjës më të pastra, më të organizuara, plus këto mund t'i marrim edhe në plazh për të vendosur gjërat tona esenciale apo ndonjë palë rroba banje shtesë, edhe ngjajnë te çanta jone e plazhit shumë e organizuar. Plus është edhe linoja thërret verë. Nuk ju kam treguar që mami im ka bërë 2 çanta punim dore për verën. Janë dashuri, nuk e di, me Zipo Press, njërën e kam mbaruar, një tjetër nuk e kam mbaruar, në fakt kam mbaruar 2, njërën nuk e kam mbaruar akoma. Kemi bërë edhe plane për pushime me të dashurin tim, do shkojmë edhe me një çift tjetër që kemi, nuk është vetëm kushuri i të dashurit tim, po jemi shumë shoqëri e mirë, e kuptoni? Mi vendosur që do shkojmë në Greqi. Kishim plane për Turqi në fakt, për resort, po nga që i dashurim punon gjatë vitit, edhe atë një javë që do të bëj pushime ato 10 ditë, do që të qetësohet. Edhe në resorte vërtet qetësohesh, se i ke çdo gjë gati, nuk të duhet makina për të lëvizur, jo do stresohesh parkimi, tutje tu. Kurse aty do të vesh te pishina, ik te pishina, do të vesh në det, ik në det, do të rish në dhomë, ri në dhomë, do të hash shkoj, ke gjithkohës tavolinat shtruar, por si njerëz të rinj që jemi, vendosëm që duhet të shkojmë në Greqi. Kështu vendosëm, se ka edhe pak më jetë rinie, vendin akoma nuk e kemi vendosur, por diçka është e sigurt që do nisemi me makina. Me një makinë besoj se 4 veta mund të jemi, nëse nuk shtohet lista, dhe do udhëtojmë në disa vende ato ditë dhe udhëtimi do jetë në shtator. Në shtator do t'i marrim, po që e kemi gushtin plot me gjëra shumë të bukura, se në datën 3 gusht pagëzoj Noelin, që do jem unë ajo që e pagëzoj, dhe mund t'ju them që për pjesën e varses diçka kemi rregulluar, rrobat ja kam porositur, këpucët ja kam porositur, duhet të blej peshira, duhet të blej disa lodra, që vërtet ajo dita është e Noelit, edhe unë dua vërtet që t'i bëj shumë gjëra të bukura që ai ka qenë. Mblodha dhe pak shtëpin, i kam nxjerr edhe pak vllajt mish pule të freskët nga Shqipëria,
se ka dhe gjak edhe nuk gjen shumë bukur, t'ja bëj për darkë, unë ndërkohë nuk do konsumoj gjë sepse nuk dua që të konsumoj më darkë. Do mundohem që ta eliminoj. Kam një hall të vogël me vllajën tim, që hall e tilla paçim. Ai ka gjetur një radio, shikojeni pak se sa e bukur dhe se sa vintage që është. Ka këtë pjesën e drurit këtu që ngrihet zëri, këtu që ndryshon stacionet këtu. Është shumë e bukur dhe problemi im dhe halli im është që ai nuk ma lë. Tani, do më shoni disa ide si t'ja kërkoj, apo t'ja vjedh edhe të bëj sikur nuk e di ku u zhduk. Sikur u zhduk, dikush na u fut në shtëpi dhe ka vjedhur vetëm radion. Mbase me këtë metodë ndoshta ja dal. Se po bëj shaka goca, nuk do ja vjedh. Po thjesht më thoni si ta bind që t'ja marr. Unë po filmoj me telefon se kartë memoria ime e kamerës ishte full. Në këtë moment kemi ardhur dhe në fund të këtij vlogu dhe ajo që doja nga ky vlog nga ju, doja të më thoni sepse jam duke planifikuar një video youtuberat shqiptare kontrollojnë jetën time për 24 orë. Dhe ajo që unë dua nga ju është që të më shkruani vlogeret tuaja të preferuara, pra youtuberet tuaja të preferuara poshtë në koment dhe unë do mundohem që të dërgoj atyre një mesazh nëse e pranojnë kërkesën time për të bërë pjesë të videos ose jo. Edhe kështu i erdhi fundi edhe këtij vlogu. Faleminderit me zemër që e keni ndjekur. Mos harroni të suportoni me një like, comment, subscribe, se jo edhe follow në Instagram, aty jam shumë herë më aktive. Ne do shihemi në video në vlogun e radhës. Paqim!